Përshëndetje gjithëve, unë jam Mirgjit Vataj, kandidati i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës. Jam diplomuar në vitin 2008 në punë sociale, por në të njëjtën kohë kam kryer edhe një sër trajnimesh dhe specializimesh të fokusuar kryesisht në fushën e drejtave të njerëzit, në politikë dhe gjithashtu në drejtësi. Prej 16 vitesh jam angazhuar në shoqërinë civile. Jam angazhuar si aktivist, jam angazhuar si drejtues i një sër organizatash dhe në të njëjtën kohë jam angazhuar në iniciativa të cilat kanë përmirësuar kuadrin ligjor në Shqipëri për t'i ofruar shërbime mbështetëse dhe ndihmuese të gjitha atyre familjeve, grave dhe vajzave në nevojë për shërbime të cilat janë tepër të rëndësishme dhe tepër jetike. Unë nuk besoj se Shqipëria na ka një borxh, as kujt prej nesh, as mua, as ju. Besoj që secili prej nesh i ka një borxh Shqipërisë. Ne këtu jemi lindur, këtu jemi rritur, këtu jemi arsimuar, këtu jemi edukuar dhe në të njëjtën kohë këtu kemi zhvilluar karrierën tonë. Pra do të thotë që secili prej nesh ka patur një mundësi, ka patur një shpresë për të quar më tej ambicit e tij personale dhe profesionale. Ndaj unë mendoj që secili prej nesh ka një detyrim për një kontribut që duhet t'ia kthejmë mbrapa Shqipërisë, me kontributin e tij çdo ditë në punë, por gjithashtu në angazhimet e tjera që gjithë secili prej nesh i ka të përditshme të tij. Unë nuk besoj se ka një Shqipëri për të varfrit apo ka një Shqipëri për të pasurit. Unë nuk besoj se ka një Shqipëri për të moshuarit apo ka një Shqipëri për të rinjt. Unë besoj se ka vetëm një Shqipëri, ku secili prej nesh ka një rol tepër të rëndësishëm për të luajtur. Nëse unë deri tani nuk kam qenë i përfshirë në mënyrë aktive në politikë, tashmë unë kam vendosur që të përfshihem në një mënyrë tjetër direkte në politikë. Pra të gjitha ato kauza që unë kam përfaqësuar gjatë gjithë këtyre viteve, kam vendosur që t'i sjell në një formë më të drejtë për drejtë nëpërmjet përfshirjes time në politikë. Kam zgjedhur pikërisht të përfshihem në Partinë Socialiste, sepse unë besoj që Partia Socialiste e Shqipërisë nuk është vetëm një subjekt politik, por gjithashtu është një program shoqëror për të bërë një Shqipëri më të drejtë, më të barabartë dhe më shumë shanse për gjithë secilin prej nesh. Andaj, unë besoj gjithashtu edhe në ambicin e kryeministit Rama për antarësimin në Bashkimin Evropian. Sot është fakt. Jemi më afër se asnjëherë tjetër drejt realizimit të asaj ëndre të kahershme të gjithë secilit prej nesh. Ndaj unë besoj fort që Partia Socialiste është alternativa më e mirë, sepse ka një eksperiencë. Dhe eksperienca është tepër e domosdoshme në ndërtimin e shtetit. Por kjo, kur gjushetohet gjithashtu me energjinë e të rinjve, është një ambicie më e thellë, më e detajuar për ta bërë gjithë përfshirëse çdo element të programit politik të Partisë Socialiste. Ndaj, për gjithë secilin prej jush, për gjithë secilin prej nesh, ka dhe një detyrim. Detyrimi është për të dhënë atë që ne quajmë tepër të rëndësishme besimin për këtë ambicje të madhe që ka kryeministri për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ndaj, me datë 11 maj, ju ftoj gjithë secilin prej jush të votoni numrin 5, Partinë Socialiste, alternativën më të besueshme dhe atë alternativë e cila ka treguar me reforma të thella që ditë bëj shtet. Ditë tregoj edhe ditë të bëj shtet, por në të njëjtën kohë edhe ka treguar që gjithë secili prej nesh ka një mundësi për të dhënë një kontribut të vërtetë në ato ndryshime të cilat janë tepër të domosdoshme dhe të rëndësishme. Por, kjo ambicie, pra për të antarësuar në Bashkimin Evropian, ka nevojë për një votbesim. Dhe unë besoj dhe ju ftoj gjithë secilin prej jush të votoni numrin 5 me datë 11 maj, të votoni mua Mirgjit Vataj, sepse Shqipëria meriton që të vrapojë drejt Bashkimit Evropian.